Rikthehemi në pjesën e fundit të gatimit për sot. Kemi përgatitur në pjesën e parë, kemi nisur në fakt me një ëmbëlsirë me pet. Ndoshta deri nga fundi do të kemi mundësi që ta tregojmë edhe brumin dhe pastaj ta skuqim. Kemi përgatitur patlıxhanët me domate, me gjizë edhe me majdanos që kemi shërbyer aty në pjatë, ka përfunduar si recetë. Dhe tani do të kalojmë tek një recetë e re. Shohim pak se për çfarë bëhet fjalë, shohim recetën e shkruar, ka patate dhe qep, Ivana bën gati edhe 2-3 elementë të cilat na duhen për ta përfunduar recetën. Një tavë me pure patatesh dhe qep të furrës. Ju duhen patate të zjera, 1 kg, 1 kg e gjysmë, 6 qep të mëdha të prera në feta, ujë, verë bardh, gjalp, 120 gram, 250 ml qumësht, 5-6 vezë, 100 gram djath parmixhan, krip, piper i zi. Janë përbërësit, shohim tani mënyrën se si do ta përgatisim. Bëjmë gati patatet, janë zirë, kemi hequr dhe lëkurën. Po, nuk është domosdoshme t'i kaloni këtu, I shtypni, me dorë. I shtypni. Me pirun, me dorë, me shtypsen e patateve. E pam që e bë me këtë. O, pe largoj. Tani kaloj si një amvisë thjesht. Ja. Ndërkohë patatet po i shtypim. Ato qepët i ke kaudisur. Tani direkt të bëj një herë këtë, edhe të shkojmë edhe tek qepët. Normalisht, pataten e kam zirë me pak kripës. Pak fare. Sa thjesht, sa t'u jap atë shijen që me thonë është krip dhe nuk është sheto. Sheto, themë nga sheto. Po, nuk ka fare shije, për shembull, po, duhet një qip krip për zim patate. E punoj mirë, e punoj. Normalisht, në tenxhere, do të shtoj, dhe kam shtuar faktikisht pak qumësht, jo 250 ml, unë do shtoj më tepër sepse nuk do ta përdor fare ujin. Laj duart. Kemi vezët verën, gjalpin, kripën, piperin, djathin ka çkavall, do ta përdorim, mund të përdorni dhe parmixhanun. Dhe ky është hapi i parë që po ju tregojmë. Kam masën e qumshit. Shtoj mas pak më tepër. E largoj. Do të shtoj një mas gjalpi. Pra që të ngelemi të pureja. Tek masa e gjalpit do të shtoj mas kripe, sikurse dhe mas piperi. Pse kam shtuar piperi dhe nuk kam shtuar armyshk, sepse kam qepët. Dhe qepët që unë i kam tiganisur, karamelizuar paksa me pak sheqer, kjo pjesa kafë që është ku ka rënë sheqeri në masën më të grupuar. Shkri gjalpin e qumshit e nxehtë. Normalisht kam patatet e zjera me pakës fare krip, gjë që do t'i shtoj direkt. Ne ta vendosim gjë në furrë këtë i bie? Po duam, jo, fare nuk. Mund të përfundoj edhe në tenxhere. Unë e kam mbaruar. Pra, çdo gatim kalon në furrë ose në nëse mos të duhet për vezë të tasi. Ja, e kam lënë. Përderisa pureja ngjit në lugën e drurit, mua më ndihmon kjo lloj luge. Ja. Dhe e lë të më bëhet. Ja. Derisa të nxehet qumshi mirë dhe do shpërbëhet patatja akoma dhe më ndryshe. Shtoj direkt djathin. Ju keni djath parmigiano, por në të kundërt nuk është e thënë djath parmigiano sepse
po të keni djathin, këtë djath që përdor unë për shembull, ja. E lë të tillë derisa të marrë atë nxehtësinë e duhur. I vë një kapak. Të marrë atë nxehtësinë. Shodhe një herë nxehtësinë. Qepët i kam këtu dhe përdor vezët. Unë nuk do përdor 4 vezë, sepse unë aty s'kam 1 kg gjys patate. Po, e reduktojmë, në varësi të sasisë që kemi të patateve. 2 vezë. Marë. 2 për gjysmë kila për pak më tepër patate, 4 në rastin ku kemi 1 kilogram e pak më shumë. Pra të bëhet ajo pureja, e mbledh e thith qumshtin derisa të krijohet një masë si një trajtshme me atë shijen e mirë edhe të gjalpit, pa ashtu edhe qepët që pak më vonë do t'i shtohen. Mos ka nevojë dhe brumi, ndërkohë paralelisht me recetën e patateve, po. Vura sërish pak nxehtësinë që të marrë një nxehtësi qepët. Kur të ngrohen qepët, do shtoj edhe masën e verës bashkë me majdanozin. E shkëpus pak vëmendjen nga ky gatim dhe kthehem sërish të punoj brumin. Presim 2-3 shirita sa të bëjmë atë servirje, meqense edhe minutat s'na premtojnë deri në fund për gjithë masën e brumit. Dhe ndoshta i ndrojmë vendet pastaj për të gatuar të parën dhe për të përfunduar recetën me pure patatesh. Përshëndetje, kam mbritur një telefonat, sepse numrin e kemi vazhdimisht në ekran. Përshëndetje, jeni. Përshëndetje, mirë se erdhët. Prita nga Tirana. Ju përshëndesim dhe faleminderit që telefonuat. Po flasim drejt për së drejti, të falenderojmë. Faleminderit shumë. Edhe ju po ashtu që na flisni kaq që ëmbël në mëngjes. Jam thuaj, po na ndiqnit me recetat. Pëlqyen recetat e sotme? Po. Po më pëlqen, ose mos haj me patligjan. Kjo fërgesa këtu me patligjan dhe me domate, shumë e thjeshtë ishte. Edhe del shumë e shishme. E shëndetshme po ashtu. Absolutisht. Absolutisht. Ja mundohemi që të sjellim gjëra të veçanta dhe me pak kosto. Unë bëra një pyetje në pjesën e parë, nuk e di nëse na ndoqët. Në lidhje me recetat edhe... Jo, nuk e ndoqën. Nëse ju na keni ndjekur vazhdimisht dhe keni gatuar receta prej Albanës, recetat që kemi sjell në gatimet tona, çfarë të ka pëlqyer dhe çfarë ke gatuar prej këtyre recetave? Unë më fali kam pëlqyer të gjitha në përgjithësi. Por në veçanti për atë kulaçin më ka ngel kështu. Te kulaçi, të ka dali mirë besoj. Po, më ka ngel. Po, ta bësh nga Albana, si më kulaçin sot. Na kujtove këtë kulaçin sot se ishim midis kulaçit apo bukës së mistrit për të shoqëruar fërgesën. Megjithatë, ishte zgjedhje mirë. Sot çfarë ke gatuar? Unë kam gatuar mish pule, fileto pule me pure me perime. Me kungu, me karot edhe me qep. Edhe me blender. I ke bërë pure, e kuptoj. Me pak gjallë, me pipet. Super. T'ju bëj mirë dhe faleminderit shumë që na telefonove. T'u urojmë ditë të mbarë, vazhdim të mbarë të ditës tënde. Niki, të bëj një kërkesë, të lutem? Po, patjetër. Aldana me qenë se është afër moshës time, mos na bëj ato pasta me sy? Po, pasta dikur. Të parat, mundet të dikushme. Të dikushme, pastat e dikushme. Ose nga ato amaretat. I qanë ato, ja do t'a sjellim në ditët në vazhdim se... Do të më thonë që t'i bëj patjetër. Po ishte e zonë, mos e kështë mëndje nisi. Qa të doni ju dhe ne mi gati? Qa të doni ju? Mos e prisi fare mëndjen. Qa të doni ju? Shumë faleminderit. Tjerë që ke zemë,
Si të këndon, ashtu e kene zemrën, Valvana, edhe Niki nuk e le Edhe fare. këndon, unë nuk këndoj do. Ngjasojmë, kjo është. Krushia, ngjasojmë, andaj bëhet. Faleminderit shumë e dashur që telefonove dhe të Ka urojmë pozitivitet ajo. ditë të bukur të kesh. Ditë mbar. Ditë mbar. Faleminderit shumë. Atëherë. Pasta sy. Niki, Mbaroj kjo receta, e apo ta merr e vendosim në vendos në furrë? furrë. Po ja ta shofi edhe Quhet? një herë të përfunduar, se ne do quhet? ikim për pak. Ja, shifeni. E po mos i bëjmë këto, pra. përfunduar, ja. Po Kjo është receta. ulet e nona këtu, ulet e ija këtu, vrap ulet e ija këtu. Bravo. Do t'i shtosh edhe vezën. Atëherë, Që shiko. ta përfundojmë Për një siç pikë si duhet. më të duhur. I shtojmë edhe vezën. Ja, shif. Tani atë brumin që përgatitëm, e kemi do ta nesër. ndajmë në shirita. Do ta lëm për nesër, se skuqim nesër. E lëm për ata. nesër. Po, Brumi mirë. u bë sot, që Tregojmë shkon prapë siç e punoj duhet. nesër. Ja. Pra nuk lodheni me atë buren që bën një shtres poshtë, që jepet sepse na duket pak sa kështu si alla italiane, si alla Ne thamë, do ta lëm jashtetit. tek Ne lëm të kështu, alla veçantat. shqiptarçe, ja. Po. Kjo është receta, do ta shihni edhe në YouTube për t'ju rikthyer bashkë me Fërgesën që edhe zonja që telefonoi e pëlqeu shumë dhe na bëhet shumë qefi. Ne do të shihemi nesër me gatimet e tjera, do të vazhdojmë edhe ëmbëlsirën nesër, ta tregojmë siç duhet, se nuk patëm kohë sot. Dhe unë ju pres pas publicitetit e fleshit informativ. Të lumshin duar. Rosh, faleminderit. Nesër përsëri në Dhe kuzhinë. me kismet nga hëna kemi ato pastat që kërkuat. Okej, Nga ja hëna me plotësojmë kismet. kërkesën zonjës. Mirupafshim. Opa. Shihemi pas pak.